Përshëndetje, unë jam Alketa, ne sot jemi në podcastin e radhës, të cilën ne sot kemi të ftuar Casey, e cila ishte pjesë e X Factor Kids në finale. Casey, mirë se erdhe. Casey, do doja shumë që të flisnim pak për ty dhe pasionet e tyja kryesore. Atëherë, unë jam 12 vjeç, studioj në shkollën Imelda Lambertini, jam në klasë të 6 edhe disa nga pasionet e mia, ose më saktë, pasionet e mia janë aktrimi, këndimi, piktura, edhe më pëlqen shumë edhe prezantimi. Pra, ne së shpejti do kemi një prezantuese. Shpresoj. Casey, ne në fakt me ty krenohemi, pasi ti ke marrë pjesë te X Factor Kids dhe arrite deri në finale, apo jo? Po. Të lutem më fol pak rreth eksperiencës tënde. Të them të drejtën, unë kam marrë pjesë edhe në festivale më të vogla këtu në Elbasan dhe lindi donë që unë doja të shkoja në X Factor për të provuar veten, donë sa kisha mundësi, do të thënë. Okej, kjo është diçka shumë e bukur. Siç e the dhe veç, që ti ke marrë pjesë në Elbasan. Po. Mos gaboj, ke marrë pjesë në festivalin 36 të fëmijëve në qytetin e Elbasan, të cilën e di që ti ke dalë fituese, apo jo? Po. Pasi fitova festivalin e 36 të fëmijëve në Elbasan, na u dha mundësia që të shkonim tek festivali kombëtar në Shkodër, ku atje mund të them që u rrita më shumë artistikisht, takova shumë shoqe të reja, ku disa prej tyre i takova edhe në X Factor. Pra, domethënë keni krijuar një marrëdhënie shumë të mirë dhe është një shtys për ty për të eksploruar dhe festivale të reja, apo jo? Po. Të mbetim pak tek festivali i fundit që ti ishe dhe në pjesën finale. Si ishte eksperjenca jote? Si u ndjeve? Ka qenë eksperjenca më e bukur e jetës time dhe më them që kam kaluar shumë bukur dhe u ndjeva shumë keq kur ajo mbaroi, domethënë pasi ju vetëm unë, po asnjë nga 9 fëmijët nuk donim që ajo eksperiencë të mbaronte, pasi ne shkonim çdo ditë dhe po ta them si ishte bë rutina jonë ditore, le ta themi. Si ishte eksperienca me mentorët, me pjesën e stafit drejtues ose me organizatorët? Të gjithë, le ta themi, i gjithë produksioni kanë qenë shumë të mirë drejt nesh, do janë kujdesur shumë për ne, gjithmonë na kanë ndihmuar, na kanë bërë që të besojmë më shumë tek vetja, mos të kemi emocione. Por marrëdhënia më e mirë që unë kam pasur ka qenë me mentorin tim Bojken Lako, gjithashtu me profesorin tim Landi Kademin, të cilët ato të dy më kanë ndihmuar shumë për të ardhur, që kam ardhur deri në finale, pasi kam bërë një punë të jashtëzakonshme me mua dhe i falenderoj shumë për gjithçka. Të falenderoj edhe unë faktin që ti po e shpërndan me ne eksperiencën tënde dhe po e ndan edhe me ne. Doja të pyesja fakt, cili ka qenë momenti më i bukur dhe cili ka qenë frikrat gjatë spektaklit? Tani, disa nga momentet më të bukura kanë qenë ndoshta dueti me Mira Konçin, dhe gjithashtu dueti ku kam kënduar me mentorin tim Bojken Lakon, por gjithashtu kanë qenë momentet ku kemi ndarë skenën të gjithë bashkë me 18 fëmijët, me Alketën ose këto, domethënë. Po ndonjë frikë që doje të ndaje, cilë kanë qenë? Emocioni më i madh ose frika më e madhe që kam kaluar ka qenë kur kam dalur hera parë që kam dalur në showdown me shoqen time të ngushtë, pasi kemi qenë nga njëjti grup dhe ishte një emocion shumë i keq, pasi asnjëherë nuk doja që të dilja në showdown me një të grupit tim. Edhe mund të them që ai ka qenë një nga frikat më të mëdha, le ta themi. Ose më saktë një nga momentet që ti nuk do doje ta kaloje në festival. Po. Do doja në fakt, cila ka qenë mbështetja jote më e madhe gjatë rrugtimit tënd? Shokët, klasa, shkolla? Atëherë mbështetja e parë dhe më e madhe ka qenë nga prindrit e mi, nga familja ime, por dihet që dhe miqt të afërmit, shokët, shoqet kanë qenë gjithmonë aty, çdo të premte kanë ardhur mbi 70 veta, 60 veta për të më suportuar, edhe i falenderoj shumë të gjithë që më kanë mbështetur, le ta them. Po me mësuesën, di që ke një mësues që të ka mbështetur. Si ka qenë mbështetja e mësuesit Matilda Berami gjithë kohës tënde? Tani të them të drejtën, nëse mua nuk do të më kishte spikatur zysh Matilda Berami, unë nuk do të isha fare këtu. Pasi, siç e thash në fillim, eksperjenca ime ka nisur nga aktrimi. Pas në shkollë, mësuesja Matilda vuri që unë kisha vesh për muzikë, edhe ajo hapi një kurs të vogël, ku pastaj fillova dhe nga aty shkova tek qendra kulturore dhe ja ku jam tani, le ta them. Ti përmende pak më parë të gjithë eksperiencën tënde, por gjithashtu përmende pak që ti ke disa pasione.
jo vetëm këndimi, por aktrimi, prezantimi, piktura. Çfarë është mesazhi yt për të rinjt? Si do ti japësh një mesazh të rinjve, të cilët duan të ndjekin pasionet e tyre? Do të thoya që mos ishin dorë kur nga ëndrat e tyre, të besonin në vete, të punonin sa më fort, pasi sfidat të çojnë aq sa më afër ëndrës tënde, ose më saktë sa më afër asaj që ti do të arrish. Pasi pa punë nuk arrihesh asgjë. Kesi, duke qenë se ti ishe pjesë e finales, besoj ti njihesh dhe në rrugë, nëse të njohin, nëse të ndalojnë njerëzit dhe të përgëzojnë. Çfarë kënaqësie ose çfarë ti ndjen kur Kam një kënaqësi të brendshme dhe thjesht gëzohem shumë kur për shembull më ndalojnë në rrugë se thon, "Ua, ti ajo vajza, Kesi Sinani", edhe një rasti që mua më ka pëlqyer më shumë, ku ka qenë rasti kur po shkoja në studio për të hedhur një vokalist, le ta themi, edhe një zysh muzike më ndalon në rrugë dhe më thot, "Ua, thot, po ti e ajo vajza që kam parë atje." Dëgjoj se mos u ndal kur, pasi e kam parë që ti e ke shumë me pasion, e kontrollon shumë mirë vokalin tënd, unë të sugjeroj që ti për shembull pse jo të futesh në shkollë muzike, ta vazhdosh ëndrrën tënde, mos ta lësh kur, dhe mund të them që ky ka qenë rasti që më ka ngelur në mendje. Kesi, e di që ti ke kënduar disa këngë të Aurel Gaçës, por ti dhe ke pasur mbështetjen e saj, po jo vetëm të Aurel Gaçës, por dhe Mira Konçi, siç e the dhe vetë që ke patur një duet. Të lutem më fol pak të gjithë rrugtimin dhe eksperiencën tënde me bashkëpunime të tilla. Okej, atëherë dua të them që mbështetja nga Aurel Gaçe ka nisur përpara X Factorit, pasi kur kam qenë e vogël unë isha një fanse shumë e madhe e muzikës saj dhe kam shkuar në 2-3 koncerte që ka bërë, ku ajo më ka spikatur dhe ma ka dhënë mbështetjen shumë më përpara, por kur jam futur në X Factor edhe kam kënduar këngët e saj, ma ka dhënë një shtysë, fjalë inkurajuese dhe e vlerësoj shumë këtë gjë, pasi ajo është, le ta them, një nga inspirimet e mia më të mëdha. Ndërsa Mira Konçi, prindërit më kanë folur gjithmonë për të dhe për artisten që ajo është, kur e kam njohur nga afër, aty kam kuptuar së pari personi që ajo është, edhe jam shumë e fat që kam arritur ta njoh, dhe për duetin që kam darë skenën me të, dhe vlerësoj shumë këtë gjë gjithashtu. Fjalët e saj të kanë ndikuar për mirë. Kesi, unë do doja shumë që fëmijët që po rriten dhe në qytetin tonë të jenë si ti, që të ndjekin ëndrat e tyre, por dhe të ecin sa më lart gjithashtu. Unë do të dëroja që siç preke finalen e X Factor, Kids, të ecësh sa më lart dhe të ndjekësh gjithmonë pasionet e tua. Shumë faleminderit. Faleminderit që na dëgjuat dhe shihemi në podcastin e radhës.